Teleshikues, ju urojmë të ardhur në emisionin tonë. Jemi vendosur në një ambient të qetë, të këndshëm për të realizuar këtë emision. Një poet i cili shkruan për shpirt dhe dashurinë vazhdimisht, ka botuar librin e tij të fundit Osma Shpirtin, të flasim gjithësisht për poezinë dhe dashurinë. Shëndetje Ardi, tani do që pranove sesën për të jetë të emisionit tonë. Faleminderit juve, Elena, edhe televizionit tuaj, që është një televizion mik i këtyre evenimente. Falenderoj. Na është bërë tashmë traditë të flasim në emisionin tonë në personalitetet për fëmijën e tyre. Të doja të zbrisnin disa vite pas dhe të flisnim dhe për fëmijën tuaj. Një pyetje që normalisht nuk mjafton një çast vizitimi për të kthyer kokën pas. Unë kam thënë shpesh herë që ne kthejmë kokën pasi në një libër të shkruar nga ne vetë, e cila është jeta jonë. Në romanin që unë kam gati për botim, libri jetës time, unë kam filluar pikërisht me këto fjalë. Se jeta jonë në gjanë një romani të shkruar nga ne vetë, patër kënaqësinë aty shkrimtarit që kur nuk i pëlqen një faqe apo një tjetër, e gris të mund shkruaj një tjetër më të bukur. Ne nuk mund ta grisim ne ajo faqe, çdo ditë jetës tonë na ndjek pas jeni një farë moshe kur ne kujtojmë se jeni të mençur, të pjekur, dhe themi që sikur të kthesh edhe janë 20 vjeç, di unë ç'do bëja. Koha jetën shumë shpejt, jetën me ritme shumë shpejta, dhe ne nuk kemi kohë. Nuk kemi kohë, duhet vetëm të rikujtojmë me nostalgji të kalumen, mos bëjmë ato gabime që kena bërë dhe të ecim përpara, shohim të jetojmë çdo ditë jetën tonë, se është shumë e çmueshme jeta. Fëmijëria, unë kam lindur në një familje tregtarësh si nga gjyshi në Gjirokastra, nga Amerigjin, dhe këtu të Alidemi në Tiranë rinde gjyshi në Babaj, që ne i thonin baba. Ishte një burshi, shtuar 25 vjet në Amerikë dhe fliste anglisht. Dhe kishte kënaqësinë ta fliste me fëmijë anglisht. Dhe nga krahu i nënës na durshi një gjysh shjakas, kacat. Unë kam pas historia babe. Njëri i thonin baba, tjetri babe. Nona nga një krah nga durshi. Që unë jam shumë krenar që jam Dustak, Gjirokastrin, Dustak, Tiranë, në vedisë. Si mund ta definoj vetëm, si mund ta klasifikoj, se nuk më pëlqejnë vazhdimet. Nëse dhe u rita në këto dy ambiente tregtarësh në një përzeli, nga një baba që punon dhe në marinë tregtare, dhe një nënë që ishte edukatore kopshti. U rita në një ambient, fillova klasën e parë shumë më herët se ç'duhesh, isha rreth 5 vjeç e disa muaj. Dhe falë mësuesës time të parë, ku Androni Popës, që më regjistroi dhe unë bëra 2 vite, kalova si dëgjues klasën e parë, po isha shumë i zgjuar tonin, dhe mu pëlqente që na kole dhe si, isha në zërë të mirë, po shumë i prapë i lëvizshëm. Dhe mësuesja ime e parë, e sakta, ka qenë Vishni Vogopola, që unë e nderoj. Ne nderonim të gjithë pa përjashtim, kemi bërë vizita shumë të këtëro. Pastaj mësuesja e parë që më vuri të shkruaj, që është Valentina Bardi. Unë kam qarë para 2 vjetësh kur e kam takuar, nuk i thysja do të nema, i thira gjysh vali. Dhe kur e bia i tha që arti shkruan shumë bukur, edhe i tha bijës që i kujtoj hartimin tim parë me kalan, buzët dhe tikë që dalë duke rrimin, të e shetë para që ne i qonim hartime. Më pas, në shkollën Shmërbej, e stimulova pak më shumë,